çfarë duhet bëjë një artist për të rritur shumë nga ana profesionale në fushën e pikturës? Kjo është pyetje e $1 milion. Shkurt, është që Dora duhet të punoj në mënyrë të vazhdueshme dhe të fitoj aftësinë e prapakthyer për t'ju përgjigjur kërkesës së syrit. Flasim për pikturën këtu apo jo? Për t'i përgjigjur kërkesës së syrit dhe të mendjes. Ndërkohë që syri duhet ushqyer në mënyrë të vazhdueshme me shumë imazhe, duhet ndjekur të tjerë dhe mendja duhet stërvitur në mënyrë të vazhdueshme për të punuar me dorën, për të punuar me syrin. Dhe të treja së bashku duhet të jenë një orkestër në dispozicionin tënd, që gjithmonë më shumë të jenë në gjendje që të përshkruajnë personalitetin tënd dhe të bëhen instrumentat që ty t'japin mundësi të lësh gjurmën tënde. Duhet provuar shumë, pikturuar, vizatuar, unë vizatimin t'i besoj shumë.